Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar nismën qytetare Korçare për projekt ligjin për financimin shtetëror të trajtimeve shëndetësore të specializuara për fëmijët brenda ose jashtë vendit, kur ato nuk ofrohen nga sistemi publik i kujdesit shëndetësor. Në kuadër të këtij miratimi, ky institucion ka nxjerrë edhe formularin, i cili do të duhet të plotësohet nga të paktën 20.000 qytetar, në mënyrë që kjo nismë të shkojë në kuvend. Është një moment shumë i rëndësishëm, do të thoja, sepse kjo nismë qytetare e cila ka në bazën e vet një interes të jashtëzakonshëm publik, që lidhet me krijimin e mundësive dhe përmirësimin e kuadrit ligjor aktual, sa i takon trajtimit të fëmijëve duke filluar që nga periudha e foshnjave, pra që në momentin sapo të lindur dhe deri në 18 vjeç, kalimi për kurim jashtë Shqipërisë të kryhet pa absolutisht asnjë lloj vonese dhe procedurash të rënduara burokratike, çka do të krijonte mundësinë që çdo kush të kishte një garanci edhe më të madhe në mundësinë e shpëtimit të një jete. Kështu që në këtë moment ne po bëhemi gati të fillojmë procedurat për mbledhjen e firmave. Duhet plotësohet një formular ku vijnë të dhënat e qytetarit, emër mbi emër, numri i kartës identitetit dhe firma. Procedura për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve duhet të realizohet brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.